Pse neglizhojmë çështjen e lutjes edhe duas ndaj Allahut të lartësuar? Ku Allahu i lartësuar në Kur'an e përmend thirrjen e tij, në të cilën thot: "Tha Zoti juaj, lutuni mua se unë do t'ju përgjigjem, nga se ata të cilët janë me ndjemdhej ndaj adhurimit tim, do t'i dënoj dhëmshëm në botën tjetër." Këtu Allahu i lartësuar e ka përmend lutjen dhe e ka përmend mendjemadhsinë. Pse njerëzit nuk e lusin Allahun e lartësuar? Nuk e lusin nga neglizhenca, nuk e lusin dikush edhe nga mendjemadhësia, nga se ndihet i panevojshëm për të kërkuar ndihmë dikujt edhe për të kërkuar për t'i lutur dikujt. Andaj largoje mendjemadhsinë, sepse Allahu nuk e don mendjemadhsinë dhe dënon ashpër për të, po largoje edhe dembelinë dhe neglizhencën dhe lote Allahun e lartësuar ashtu qysh e lotën më të dashurit e tyre. Allahu i lartësuar në librin e tij në Kur'an i përmend lutjet e pejgamberëve një nga një. Mirë po është interesant se lutjen e Ibrahimit alayhis salam dhe lutjen e Zekerias i përmend se çfarë kanë thënë atë gjatë lutjes. Dhe që të dy e kanë përmend një fjalë interesante, pasi që e kanë lutur Allahun e lartësuar, kanë thënë: O Zoti im, asnjëherë nuk jam nda i zhgënjur pas lutjes që ta kam bërë ty. As nuk zhgënjehet askush që e lut Allahun. Nuk zhgënjehet asnjëri i cili e mbon lidhjen me Allahun e lartësuar, sepse Allahu nuk i zhgënjen ata që kanë besim në të dhe ata që i drejtohen atij dhe i kërkojnë ndihmën e tij. Përkundrazi, Allahu i lartësuar urdhëron që ta lusim. Madje edhe na ofron, madje na josh edhe më tepër që ta lutim atë në ajetin të cilin e përmend, me ajetet e agjerimit, ku thot: kur të pyesin ty robërit e mi për mu, o Muhammed, unë jam afër. Madje as thuaj nuk e thot, sepse Allahu e shkurton distancën, se sikur të thoshte Allahu: thuaj unë jam i afër, sikur se po del një distancë e largët. Allahu direkt thot: unë jam afër, pa fjalën thuaj. Do thot Allahu është shumë afër. E shumë afër që e dëgjon lutjen. Andaj pse nuk e lut Allahun e lartësuar? Për nevojat, për problemet, për telashet, për hallet, për dertet të cilat të kanë kaplu të kësaj bote, po dhe të botës tjetër. Lutë Allahun e lartësuar nuk do të ndahesh i zhgënjur, qysh nuk u ndan të dashurit e tij, pejgamberët e Allahut, dhe nuk do të ndahet i zhgënjur asnjëri i cili e lut Allahun e lartësuar, sepse Allahu është bujar. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: Allahu ngushtohet, turprohet që kur robi i vet i ngrej duart dhe e lut Allahun e lartësuar që Allahu t'i kthej ato duar bash. Thot: Allahu nuk të kthen duar, thot. Andaj lute Allahun tënd, Zotin bujar, që s'ke më u zhgënjur asnjëherë prej tij.